Mirëmëngjes, nderuar shikues, është fleshi informativ në News 24. Revolta masive kundër qeverisë që mbledh mira në shesh ka shënuar ditën e 39. Me thirrje Rama jepet dorëheqjen. Qytetarët akuzuan kryeministrin për abuzime, ndërsa kritikat ashpra erdhën pas alokimit të fondit 4.2 milion euro për koncertin e Kanye West. Gjatë mbrëmjes sotme është paralajmëruar një tjetër protestë. Disa deputet dhe zyrtar shqiptar nga Maqedonia e Veriut janë ndaluar të hynë në Shqipëri në pikën kufitare të Qafthanës. Bëhet fjalë për koordinatorin e grupit parlamentar të Vlenit, deputetin Bekim Qoku, deputetin Adnan Azizi dhe Hasim Murtezani, zëvendës sekretari përgjithshëm në qeverinë e RMK-s. Zyrtarët pretendojnë se janë mbajtur për rreth një orë në kufi, ndërsa më pas u njoftuan se 3 prej tyre mund të vazhdojnë udhëtimin, ndërsa personi 4 s'lejohej të kalonte. Në shenjë revolta ata vendosën të kthehen, ndërsa më pas ju komunikua se kanë të ndaluar hyrjen në Shqipëri. Në gjithë ato vite veprimi politik nuk na ka trembur e së mbrapsur asnjë pushtet asnjë Tiranë. Aq më pak këta topën Ballkan. Shqipëria nuk është pronë askujt, ajo është po aq e jona sa e çdo shqiptari pavarësisht se kush qeveris në Tiranë. Pushtetet janë të përkohshme. Shqipëria është e përhershme, thuhet në reagimin e deputetit Adnan Azizi. Alsat raporton se ndonë se nuk ka asnjë shpjegim zyrtar nga Tirana, dyshohet se Qoku, Azizi e Murtezani janë në listë të zezë nga qeveria shqiptare si dyshuar për pjesëmarrje në organizimin e protestave që po zhvillohen në vend. Kryeministri Edi Rama, teksa mbron vendimin për dhënien e 4 milion eurove për organizimin e koncertit të Kanye West, sulmon dhe akuzon protestuesit. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, Rama shkruan se sorrat dhe korbat e kanaleve sociale janë turrur me një furi glasash duke bërë llogarira perverse prej manipulatorësh të paskrupullët. Deputetja Mariana Koçeku reagon pasi qeveria shpërndau 4 milion euro për koncertin e Kanye West, duke theksuar se një shumë e madhe parash jepet për një stadium për vetëm një përdorim. Duke lidhur me situatën e zjarreve gjatë sezonit veror, Koçeku thekson se shuma e madhe e parave mund të ishte investuar për parandalimin e zjarreve dhe forcimin e kapaciteteve të emergjencave. Vjetë vëndi ynë kaloi një katastrofë zjarresh, e kam pa nga afër dëmtimin e jashtëzakonshëm që ju bë natyrës. Këtë vit pritet që situata të jetë edhe më alarmante për shkak të temperaturave të larta. 4 milion euro të një stadiumi i një përdorimsh do të duhej të ishin investuar në parandalimin e zjarreve, në mbështetjen e banorëve dhe në forcimin e kapaciteteve të emergjencave. Shteti dhe llogaridhënia nuk zëvendësohen me spektakël. Humbja e natyrës është humbje e Shqipërisë, shkruan midis të tjerash ajo. Deputetja demokrate Ina Zhupa e ka quajtur skandal vendimin e qeverisë për përdorimin e 4.2 milion eurove nga fondi emergjencave për koncertin e Kanye West, ndërsa vendi vijon përballet me nevoja të tjera në sektor të rëndësishëm. Zhupa i ka bërë thirrje kuvendit të mos miratojë aktin normativ, duke cilësuar atë në kundërshtim me qëllimin e fondit të emergjencave. Udhëheqësit e NATO-s kanë riafirmuar angazhimin e hekurt për mbrojtje kolektive gjatë samitit të aleancës të mbajtur në Ankara të Turqisë në 7-8 korrik. Gjatë samitit, presidenti amerikan Trump deklaroi se armëpushimi me Iranin ka marrë fund pasi Teherani sulmoi baza ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein. Avokatët e Erion Veliajt i kërkojnë gjykatës së lartë për shpejtimin e rishqyrtimit të masës së sigurisë arrest me burg pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Mbrojtja argumenton se çdo vonesë cënon lirinë personale të Veliajt dhe ushtrimin e mandatit të tij si kryebashkiak i Tiranës. Ndërkohë, kërkohet që gjykata e lartë të japë një vendim përfundimtar dhe jo ta rikthejë çështjen në nivele më të ulta të gjyqësorit. SPAK ka dërguar për gjykim 15 persona për fshihemra të njohur të botës së krimit të akuzuar për trafikun ndërkombëtar të kokainës. SPAK thekson se grupi ka trafikuar mbi 7 ton kokainë nga Amerika Latine drejt Europës, ndërsa në operacion u përfshin disa shtete europiane. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë ka përshëndetur vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër për dhënien e statusit dëshmoria deut
për gjyqtarin Astrid Kalaja, i cili u vra në 6 tetor të vitit 2025, dërsa ishte në krye të detyrës. Përmes një deklarate publike, shoqata ka cilësuar këtë vendimarrje si një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të procesit administrativ për njohjen e këtij statusi. Sipas shoqatës, kërkesa për shpalljen dëshmoria deu të gjyqtarit Kalaja ishte një nga kërkesat unanime të konferencës së gjyqtarëve të mbajtur në 9 tetor 2025. Shoqata kombëtare gjyqtarëve u ka bërë thirrje edhe institucioneve të tjera kompetente që të përmbyllin sa më shpejt procedurat për njohjen zyrtare të këtij statusi, duke e konsideruar këtë si një vlerësim të denjë dhe në përputhje me ligjin për çdo shtetar që humb jetën në shërbim të detyrës. Ky ishte fleshi informativ në News 24, për më gjërë juftojmë të klikoni në balkanweb.com për lajmin më të fundit, ku mund të ndiqni gjithashtu edhe përmes live streamit si në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.